Mirdita, sot po bëj një pulë me patate në forë. Po ju a tregoj si e bëj unë pulën me patate. Këtu kam mustard. Hedhi luk mustard me një tas të veçantë. Hedh krip. Hedh rigon. I shko shumë rigoni, patate sidomos edhe pulës. Dhe piper të zi. Shtoj dhe një lëng limoni. Këtu kam shtuar një lëng limoni, po kam hedh dhe ujë, pak ujë. Bashkë me limon e limonit. E kulloj kështu që mos bien farat brenda, se farat e hirtojnë. E lëveq. Hedh vaj ulliri. E përzjeti një kështu masë. Dhe unë e bëjnë i taftë të tjilë kështu, mund të bëjnë edhe në tepsi, nuk është që thënë të kesh këtë taftë, e bëjnë dhe një taftë të zakonshme. Këtu hedh pak patatet në lëng. Patatet i kam, kur janë të vogla i mba kokër, kur janë të mëdhaja i pres në mes. Kjo zakonisht është gjella e të diellave apo jo? Gjella e të diellave në ato kohë. E gjella e të diellave, kur e kishim të diellave, kur një pulë meshim, ku ta çonim të diella, tana kur ta hanim. Tash i kemi të gjitha. Nxjerr patatet. Hedh thelpat e hudrave. Thelpat e hudra hedh kokë, si që janë, nuk i pres në mes. Këtu kam pulën. E kam darë në pjesë, nuk e vë, kur jam që kam njerëz për drek ose kam një darkë të qështroj, e vë pulën komplet. Kur e kam kështu ditë që e kam për vete time, për familjen, këtë pjesën e gjoksit, të kurrizit, ja se kjo nuk ka asnjë gjë, nuk sa zëvend. Edhe kështu që e bëj copa dhe e kam dhe me çokolajt për ta nxjerrë. E fut dhe pjesën e pulës tashin në lëng dhe i nxjerr kështu. Dhe i vë copa. Edhe është dhe me kollajt e këtë prerë gati, nuk rrita presësh. Copat e patateve i vë të plota, se derisa të bëhet pula, këto patatet mos shihen. Të ngelet patatja si që është. Veç kur e vë kështu në një zgar nuk janë dajt copat. Atë e vë i marrë lëngu në një supë, o një qik pilaf, i shton një gjë tjetër. Patatet javë për fund dhe këto javë për sipër. Copat e pulës. Del jashtëzakonisht e mirë. Me mustardën dhe lëng limoni del shumë e mirë. Nga i pak durët. Ti lëngosi që më ka ngellë pastaj, hetë gjithë komplet për sipër.
kam marrë ujtin e ngrohët, e shplaj këtë. Dhe ja herë. Unë po ju a tregoj si që bëj për veten time ditë të zakonshme, që s'ka njerëz. Tash i kontrolloj lëngun për krip. Unë e ka tamam, krip do pak. I pres dhe pak gjatë bihet. Marrë këtë letrën tash, mbuloj me këtë letrën që të mos i dalavë uji. Edhe e bën të butë, e bën të mirë, të shpejt, i vë dhe kapakun përsipër. E larg pak se fjori ka da, tajnon. E mbuloj kështu. I vë dhe kapakun, furri është i ndezur, është tek 200 grade kam banur. Dhe në gjysmë ore, që mos më pi ujtin dhe më dyje. Mas një gjysmë ore nxjerr dhe shikoj vetëm kontrolloj ujtin. Mas një ore fiks, po e hap tapën e kam hapur vetëm 10 minuta përpara, sa të marrin ngjyrë pula. Vetëm sa të marrin ngjyrë. Kjo është pula me patate, e shikoni kam dalë vetëm me yndyrën e vet. Patatet kanë zirën bë trogli, shisat mira patatet. Pula po ashtu është putet. Kjo është tava me pulë me patate. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj shëndet, ditë mbar dhe drekë mbar.